gjithë bekimet e Zotit. Sot, siç e dëgjuam edhe në Ungjillin, por edhe siç është edhe dita, që festojmë një nga apostujt, atë që quhej Mateu. Ai për nga profesioni nuk ishte shumë i nderuar në sytë e popullit. Pavarësisht se ai mund të kishte një profesion i cili i sillte të ardhura, sepse duke qenë taksambledhës, siç e kemi parasysh edhe përpara 2000 vjetësh, personat që merreshin me taksat nuk ishin edhe aq shumë të ndershëm. Shpeshherë tundoheshin dhe u kërkonin njerëzve më tepër se sa duhej, ose toleronin kundrejt përfitimeve personale. Për këtë arsye, në sytë e popullit kishin një lloj përbuzje, po edhe për faktin tjetër, sepse këto taksa që mbledheshin shkonin kryesisht për pushtuesit që ishin ato romakët dhe Cezari. Për këtë arsye, u duk habi kur Zoti i zgjodhi që të shkojë në shtëpinë e njërit prej këtyre taksambledhësve, që ishte Mateu. Dhe siç na thot në Ungjill, kur Zoti ishte atje, njerëzit u skandalizuan që si Zoti shkon në shtëpinë e një personi të korruptuar. Sigurisht që Zoti shikon brenda njerëzve dhe brenda zemrës. Dhe ne shikojmë që Mateu, i cili ishte një taksambledhës, u kthye në një ndër apostujt e Zotit. Dhe jo vetëm një nga apostujt e Zotit, por edhe një prej ungjillorëve. Ungjillin që e kemi sipas Mateut i shkruar prej tij, që mendohet sipas studiuesve është shkruar i vetmi nga ungjillet dhe nga letrat e tjera të shkrimit të shenjtë të Javës së Re, që është shkruar në hebraisht dhe i drejtohet kryesisht popullit hebre, që ata të kuptonin më mirë se kush ishte Krishti, kush ishte shpëtimtari dhe kë ata po refuzonin. Mateu pra që vjen nga kjo shtresë, është ai që Zoti e sjell pranë tij, sepse siç tham Zoti shikon në zemrën. Dhe mund të ketë njerëz që janë rrethana edhe në situata të ndryshme, por kur ju jepet mundësia, jeta e tyre mund të ndryshojë. Dhe ne nuk e dimë se kur Zoti do të na thrasë. Sot ne kishim kënaqësinë që të jepim ofiqin e Stavroforit atë Mihal, i cili për kaq vite, sa vite u bën atë Mihal, që jeni prish? 10 vjet, më tepër? 17 vjet. U bën 17 vjet që është në gradën pritërore dhe ka shërbyer me ndershmëri dhe me devocion gjithë këto vite në qytetin e Gramshit, por edhe në vendin e tij të lindjes dhe kushëritur, dhe nga ka dhe origjinën nga Grabova. Njerëzit e respektojnë, e duan, dhe ne me kënaqësi e nderojmë sot. Edhe atë Mihali kishte një profesion tjetër përpara se Zoti ta thriste, ato të arsimtarit, të cilin e kryente me devocion, me dashuri për nxënësit, të cilët vazhdimisht e kujtojnë me respekt, dhe respekti i tij shtohet akoma dhe më tepër duke pasur edhe këtë detyrë baritove tashmë, duke i mësuar njerëzit në rrugën e Perëndis. Për këtë arsye Zoti na thret në kohra të ndryshme, në momente të ndryshme. Po jo vetëm për të bërë prift, ose peshkop, ose diakoni kështu me radhë, por secili nga ne Zoti kërkon diçka në jetën tonë. Askush prej nesh nuk është pa mision. Çdo ditë madje është një mision. Dhe siç thotë që për peshkopi Anastas, gjithë jeta jonë do të jetë një liturgji, do të thotë një shërbes. Dhe shërbesa dhe liturgjia nuk është vetëm gjatë momentit që jemi në kishë. Po edhe pasi dalim nga kisha, ne përsëri si të krishterë në këtë botë jemi dëshmitarët e Zotit, dëshmitarët e gjalljes së tij. Për këtë arsye, ashtu siç edhe atë Mihali ka dëshmuar me jetën e tij, edhe me shërbesën e tij dhe pritërinjën e peshkopëve të tjerë, ashtu gjithashtu edhe të krishterë të ndryshëm dëshmojnë, po edhe duhet të gjithë të kemi parasysh që Zoti pret nga neve që të dëshmojmë për të. Se Zoti thotë, nëse do ju vi tur për mua, atëherë edhe mua do më vi tur për juve përpara Atit tim. Kështu që në një farë mënyrë është një thirrje për të bërë edhe kurajos, por edhe me përgjegjësi për atë që ne jemi dhe kemi. Edhe një herë gëzuar të gjithë, edhe ata që kanë emrin ide, Mateu sot, edhe atë Mihali ta gëzoj, i cili do të ndajë edhe në orët sot.